Me një ceremoni përkujtimore organizuar nga Spitali Rajonal i Shkodrës, janë nderuar 6 emra të shquar të kirurgjisë shkodrane, të cilët me punën, profesionalizmin dhe përkushtimin e tyre kanë lënë gjurmë të pashlyeshme. Homazhi ju kushtua kirurgëve të ndjerë Zyliha Kraja, Lis Pahia, Mark Mirashi, Ferit Hoti dhe Ramiz Hafizi, si dhe kirurgut veteran Hamza Vneshta, i pranishëm në këtë veprimtari. Drejtues dhe stafi aktual i spitalit vlerësuan figurat e këtyre mjekëve si themelues dhe misionar të kirurgjisë moderne në Shkodër. Këto 6 kirurg kanë bërë histori në Spitalin Rajonal Shkodër me përkushtimin, me devotshmërinë, me profesionalizmin, me sakrificën që kanë reflektuar gjatë ushtrimit të aktivitetit tyre. Asnjëherë ne nuk mundim se ku shkojmë pa ditë se prej ku erdhme, dhe kirurgjia ka traditën e saj. Vjen nga tradita, sot kirurgjia e Shkodrës është nga kirurgjitë që performon shumë mirë në rang Shqipërijet dhe ne mbështetemi me shpatullat e gjigantëve. Kirurgu veteran Hamza Vneshta, i cili për më shumë se 30 vite shërbeu si mjek dhe drejtues i Spitalit të Shkodrës, e vlerëson këtë ceremoni si një kujtesë të rëndësishme, por edhe një mesazh drejtuar mjekëve të rinj që të ruajnë me përkushtim vlerat më të mira të profesionit. Unë ka pa dhënë këshill doktor Kubliku. Për më bënë doktor, mos mendoj se do të bëhesh i famshëm, as i pasën, sepse mjeku sot që të mundohet vjen një kohë që s'ka që i bën smunit, prandaj më mirë të lani me emrin të mirë. Veprimtaria u mbyll me ndarjen e certifikatave të mirënjohjes që ju dorëzuan familjarëve të kirurgëve të ndjerë, si dhe me një mesazh të qartë se kontributi këtyre personaliteteve do të mbetet pjesë e historisë së Spitalit Rajonal të Shkodrës.